Të gjithë hani patate, por nuk e dini se çfarë i shkakton shëndetit tuaj. Patatet, në duke si të pafajshme, mund të ushqejnë edhe shëndetin tuaj, sidomos në krizën e mbipeshës. Një dokumentar i BBC synon të zbulojë ushqimet të rënda të karbohidrateve. Ekspertët që marrin pjesë në program kanë zbuluar se gati 90 gram sheqer në një patate të vetme të pjekur është ekuivalente me 19 kuba sheqeri. Ushqimet si buka dhe makaronat përmbajnë shumë sheqer sepse trupa tanë kthejnë karbohidratet në glukozë. Gjetjet kanë bërë që shkencëtarët të arrinë në përfundimin se karbohidratet mund të nxisin normat e mbipeshës në Britaninë e Madhe. Pamjet mund të jenë një mashtrim, citon eksperti Alison Barnes për BBC. Vetëm për shkak se një ushqim nuk duket i ëmbël, kjo nuk do të thotë se nuk do të lëshojë shumë sheqer në gjakun tuaj, citon eksperti. Kur hani një produkt ushqimor si një patate e zgjerë, trupi juaj do të thithë gjithashtu 20 shtën në sheqer, që baraspeshon edhe 19 kupa sheqeri, prandaj i konsumoni gjithmonë me kujdes.